Historia e Shqipërisë nga një kënd vështrimi tjetër. Roman historik i periudhave të lashtësisë deri në ditët tona. Shkruar nga Bert Rakiti, argumentator historie, Hamburg, Gjermani, 2023. Është i njohur që Azerbajxhani është quajtur më përpara Aran, Albania, edhe është pjesë e Kaukasit Oriental që ka ekzistuar rreth 4000 vjet para Krishtit. Këtu nuk ishte vetëm epiqendra për më shumë se 50 popull të kulturave të ndryshme, por ishte edhe një nga vendet më strategjike, sepse pikërisht këtu, në Kaukas, ndaj Europa nga Azia. Ky vend ishte i rëndësishëm në atë periudhë, veçanërisht për ata që donin të vazhdonin udhëtimin e tyre drejt tokave të reja. Këtu kemi përpara një hartë që daton në shekullin e 2 para Krishtit dhe vjet re që Armenia kufizohet me Albania pak më lart. Por kur saracenët, arabët, pushtuan për herë të parë Kaukasin në shekullin e 12 para erës tonë, ju kujtuan albanëve emrin Aran, emër i pagëzuar për tyre shumë kohë më përpara, që kur ata i përkisnin kulturës së vendeve orientale të lindjes së mesme. Te kjo hartë shikojmë përsëri Armenien, që kufizohet tani jo me Albania, por me Aran, emër që ju ngeli Aranëve që nga shekulli 12 para erës sonë dhe deri në kohën kur Kaukasi u pushtua nga Perandoria Osmane në vitin 1730. Kurse në vitin 1864, si shikojmë në këtë hartë, emri Albania është zëvendësuar me një emër tjetër, Azerbajxhan. Dhe akoma më interesante është që ndrimin e këtij emri nuk e kanë bërë as turqit dhe as rusët pas pushtimit të Kaukasit, por shqiptarët, ata që në fillim quheshin Aran. Dhe jo vetëm kaq, por mbas ndrimit të emrit ata filluan ta braktisin Kaukasin dhe nuk donin të përmendin më pas as emrin. Çfarë kishte ndodhur që ata filluan të mbanin këtë qëndrim? Kush ishin shkaqet e vërteta të këtij distancimi? Kaukasi ka histori të veçanta, histori që nuk i kemi dëgjuar ndonjëherë, po përveç emrit të famshëm që gëzonte në atë periudhë largët, si dhe tregtisë së jashtëzakonshme që zhvilloi atje, Kaukasi njihet edhe për dramat dhe konfliktet e shumta midis popujve të këtij gadishulli që dhe sot e kësaj dite kanë mbetur si enigma të pasgjidhura. Por ajo që nuk kuptoj është që sa herë që diskutojmë për shqiptarët e Kaukasit, i ndajmë ata menjëherë nga shqiptarët e gadishullit të Ballkanit me mendimin që ata nuk kanë as pak lidhje me njëri tjetrin. Por ky është një mendim absurd, sepse të gjithë popujt e botës kanë lidhje me njëri tjetrin, kështu që pse nuk duhet të ketë lidhje shqiptarët e Kaukasit me ata të Ballkanit? Aq më tepër që albana quheshin të Kaukasit dhe po albana quheshin dhe shqiptarët e gadishullit të Ballkanit. Edhe vendi i tyre, si në Kaukas, edhe në Ballkan, njihet vetëm me një emër, Albania. Ky fakt dëshmon më tepër se sa ne kemi besuar deri tani dhe konfirmon që mes tyre duhet të ketë ekzistuar një lidhje e fortë që i bashkonte ata në një histori të përbashkët. Por pyetja që shtrohet në këndvështrimin e kësaj historie është, cilit ishin arsyet që i detyruan ata jo vetëm që të ndaheshin përgjithmonë nga njëri tjetri, por arritën deri aty sa ndryshuan edhe emrat e tyre. Ndryshime të tilla kaq rrënjësore nuk mund të ndodhin përveç se në raste të jashtëzakonshme. Në ato raste kur vihet jeta në rrezik, je i detyruar të marrësh vendime për të ndruar emrin si e vetmja mënyrë për të fshehur të kaluarën. Kjo dëshmi
që ishte mbuluar nga pluri i shekujve dhe që fshije akoma në errësirë mbrapa dyerve të hekur të atij historisë, nuk do të zbulohen ndonjëherë. Në qoftë se nuk do dëgjoj as rastësisht një legjendë të vjetër të shqiptarëve të Kaukasit, e cila ndryshoi të gjithë rrjedhën asaj historie që ne kanë serviru për ta besuar deri tani, dhe ne vazhdojmë ta mbajmë ata akoma për një histori të vërtetë. Unë kisha kohë që isha në kërkim të një historie ose legjende të vjetër të shqiptarëve të Kaukasit, dhe kjo bëja e mundur, mendoja, vetëm në qoftë se unë do të udhtoja drejt Azerbajxhanit, atij vendi që më përpara quhej Albania. Por kjo nuk ishte e nevojshme, dhe mund të them me plot bindje që rastësia është mbreti i fatit, sepse një legjendë të tillë unë e dëgjova krejt rastësisht në tren nga një moshuar gjatë kohës që po udhtoja për në Berlin. Ai shoqërohej nga një vajzë e re që ishte vajza e djalit të tij, i cili jetonte në këtë qytet dhe kishte ftuar baban e tij për të ndenjur disa kohë pranë tyre. Shkaku i hyrjes në bisedë u bë një lidhje telefonike që ndër të tjera unë shqiptova edhe fjalën Albania. Meqense pozicioni i vendeve që ata ishin ulur ishin përballë meje, kjo bëri që vajza që shoqëronte të moshuarin mbas pak më pyeti nëse unë isha shqiptar. Dhe pra mbi këtë pyetje ajo më bëri në gjuhën gjermane. Po, jam nga Shqipëria. Ju përgjigja unë po gjermanisht dhe po prisja që ajo të fillonte të fliste me mua në gjuhën shqipe. Mirë po ajo tholi një herë me të moshuarin dhe më pas u kthye nga unë. Unë nuk di të flas shqip, por gjyshi im është me origjinë shqiptare, më përgjigj vajza. Pa mbaruar ajo fjalën, i dhash dorën të moshuarit me respekt, duke përshëndetur në gjuhën shqipe. Dhe i moshuari më përshëndeti megjithse me një shqipe të rënduar, duke që interesoi si për Shqipërinë edhe për shqiptarët në përgjithësi. Babai i tij ishte me origjinë nga Shqipëria e Mesme, por ata kishin emigruar shumë kohë më përpara dhe jetoni prej vitesh në Baku, në kryeqytetin e Azerbajxhanit, ku ky i moshuari kishte lindur. Kur dëgjova vendin ku i moshuari jetonte, sigurisht që e shfryzova këtë rast dhe e pyeta se mos ndoshta ai dinte në një histori të vjetër të kohërave të hershme që bënte fjalë për shqiptarët e Kaukasit, si dhe për faktin që përse Azerbajxhani më përpara është quajtur Albania. Në historiografinë e Azerbajxhanit, shqiptarët e Kaukasit luan një rol të rëndësishëm dhe azerbajxhanasit e sotëm konsiderohen si pasardhës të vetëm legjitim të shqiptarëve të Kaukasit. Edhe në shkollat dhe mediat e vendit, aktualisht, kjo është e vetmja perspektivë historike e lejuar dhe që propagandohet deri në auditoret universitare. Por për momentin kjo nuk ishte shumë rëndësi, se sa dëshira e madhe që kisha për dëgjuar ndonjë legjendë të vjetër që i përgjiste atyre kohërave. I moshuari mbasi u mendua një herë, filloi të më tregonte një legjendë të vjetër të shqiptarëve të Kaukasit, ashtu si më pëlqente mua, dhe megjithse ai mundohej ta shpjegonte sa më mirë, e kishte të vështirë të bënte një shpjegim të hollësishëm, kështu që ai vetë e pata arsyeshme që ta përkthente mbesa e tij në gjuhën gjermane. Për një moment mendova që ata do të flisnin rusisht, duke ditur që jo vetëm Azerbajxhani, por i gjithë Kaukasi ishte bërë pjesë e Republikave Sovjetike që nga koha kur ky u pushtua në vitin 1770 nga forcat ruse. Por jo, ata filluan të flisnin në gjuhën e tyre, azerbajxhane. Fillimi i kësaj legjende nuk po më duke shumë interesante dhe ndërkohë sigurisht mendoja që kjo mund të ishte edhe një histori e sajuar nga ato që u mohohet shqiptarëve preardhje nga fistet ilire. Por kjo legjend nuk kishte as pak lidhje me këtë teori, por me shqiptarët e Kaukasit që më përpara quheshin Aran. Aty bëhet fjalë për një konflikt të vjetër midis fisëve shqiptare të Kaukasit, që deri në këtë moment kjo legjend nuk po më ngjallte ndonjë interes të madh. Por më pas, kur më shpjegoi që ky konflikt
u përshkallëzua aq shumë sa mori për masa të jashtëzakonshme, duke i detyruar gjysmën e aranëve ta braktisin Kaukasin si e vetmja alternativë për të shpëtuar, mori kjo histori një kuptim dhe një domethënie tjetër. Por ajo që më bënte të mendohesha ishte që këtë legjendë të lashtë nuk isha unë ai që po e dëgjoja për herë të parë, por duhet të kishte edhe njerëz të tjerë që kanë ditur si histori më përpara, por nuk kanë dashur për ta bërë objekt bisede. Dhe për këtë ka arsye nga më të ndryshmet. Ashtu sikurse ka dhe shumë popull që nuk duan të flasin për periudhat kohore historike që nuk u intereson të japin sqarime të hollësishme, aq më tepër të shkruajnë këto ngjarje në historiografinë e vendit të tyre për t'u përcjell edhe brezave të arshëm. Po mirë, a kemi ndonjë shembull që e vërteton një qëndrim të tillë? Këtë fakt e konfirmojnë popujt e Gadishullit të Ballkanit përveç Shqipërisë, të cilët jo vetëm nuk e përmendin pushtimin e tyre nga Perandoria Osmane, por e kanë fshirë këtë periudhë komplet nga historiografia e vendit të tyre. Kështu që vjen një ditë dhe asnjëri nuk e beson që të jetë pushtuar ndonjëherë nga kjo perandori, pasi ky fakt nuk ekziston më dhe nuk është pjesë e historisë së popullit të tyre. Mos ndoshta edhe konflikti me shqiptarëve të Kaukasit në këtë legjendë që po dëgjoja, ishte po njëti skenar si i popujve të Gadishullit të Ballkanit, duke lënë këtë histori të zhytur në plurin e arresës, mbrapa dyerve të hekurta të historisë, për të mos u zbuluar kurrë. Sepse po ta analizojmë me kujdes këtë legjendë, këtu nuk bëhet fjalë për ndonjë sherr ordiner, ose për ndonjë ngatresë mes njerëzve për motive të dobta, që shpesh ndodh mes shqiptarëve, po për një konflikt epokal të përmasave të jashtëzakonshme, i cili do të bëjë shkak që fiset arane të armiqësoheshin dhe të ndaheshin përgjithmonë nga njëri tjetri. Ishte ky konflikt që i detyroi si aranët që u larguan, edhe ata që mbetën në Kaukas, ta mohonin njëri tjetrin duke ngritur më pas ato mure të lartë që nuk do të kapërceshin kurrë, sepse mbas këtij konflikti, aranët që u larguan fshin çdo gjë nga kujtesa e tyre që i lidha ata me vendin, traditat dhe zakonet e tyre të dikurshme që dhe sot e kësaj dite asnjëri nuk e beson që shqiptarët e Ballkanit të kenë pasur ndonjëherë lidhje me shqiptarët e Kaukasit. Megjithse të dyja palët ishin shqiptar dhe vendin e tyre quheshin prekosh Albania. Në atë periudhë, një rast të ngjashëm si ky nuk mund ta gjeje, kështu që vetëm ky shembull mjafton për të thërmuar të gjitha pretendimet atyre njerëzve që vazhdojnë të besojnë edhe sot që shqiptarët e Shqipërisë nuk kanë as pak lidhje me shqiptarët e Kaukasit. Dhe akoma më interesante është që të gjithë mbështesin këtë teori me sy mbyllur, sikur duan t'i bëjnë bish të vërtetës dhe asnjëherë nuk kanë munduar ta shikojnë zgjidhjen e këtij problemi në një këndvështrim tjetër, ashtu si fillova ta shikoj unë. Sepse sa më tepër t'i veçosh popujt, aq më tepër e vështirëson për të mësuar lidhjet e tyre të dikurshme që kanë pasur më përpara me njëri tjetrin. Kështu pra, ata që dëshirojnë të shkruajnë rreth kësaj historie, nuk duhet të harrojnë dhe të kenë parasysh edhe analizën shkencore të ADN-s që të gjithë popujt e botës i përkasin familjes njerëzore dhe janë pjesë legjitime e njëri tjetrit. Ky konfirmim nuk të lejon dhe ju pret rrugën të gjitha keq interpretimeve dhe shtrëmbërimeve që janë bërë deri më sot historisë së njerëzimit dhe vetëm tani e shohim sa shumë i jemi larguar të vërtetës. Në historiografinë e Shqipërisë ne paraqesin shqiptarët si popull autokton dhe që nuk kanë lidhje me asnjë popull tjetër. Që këtu fillon dhe gënjeshtra e këtij pretendimi, sepse autokton vjen nga greqishtja e vjetër që personifikon grupe etnike të cilat kanë jetuar gjithmonë në një vend,
por e vërteta është që popull autokton nuk ka, pasi të gjithë popujt kanë qenë emigrues dhe janë të ardhur në ato vende që jetojnë edhe sot. Të gjithë pa përjashtim kanë ndjekur të njëjtat procese emigruese dhe rruga e vetme që këta popull kanë ndjekur mbas zhvillimit të tyre gradual në kontinentin afrikan ishin vendet e ngrota orientale, ku këta popull më pas emigruan dhe nëpërmjet korridorit që formohet nga këto vende kanë vazhduar udhëtimin e tyre derisa kanë arritur në tokat e Kaukasit, që u bë një vend tepër i preferuar për shumë popull të asaj periudhe, që sigurisht lidhet me faktin që ishte një vend strategjik, sepse prej këtej mund të vazhdoje udhëtimin drejt Europës dhe vendeve aziatike. Kështu që dhe populli aran, si shumë popull të tjerë, i braktisën vendet orientale të lindjes së mesme që jetonin më përpara, për të ardhur më pas në tokat e reja, që ata i ndoronin aq shumë. Nuk kishte gjë më të shenjtë dhe më të rëndësishme për aranët e Kaukasit se sa familja, të cilën ata vlerësonin si diçka hyjnore, dhe ishin të gatshëm edhe të flijoshin në qoftë se do t'ju prekeshin interesat e saj. Por vendet orientale ndërkohë u populluan aq shumë sa që u bë e vështirë për të vazhduar përsëri një jetë normale. Kjo ishte një arsye më shumë që aranët u detyruan të merrnin një udhëtim të vështirë aventuresk, por që do t'i krijonte mundësitë për gjetjen e një vendi të përshtatshëm ku në të ardhmen do të ndërtonin jetën e familjeve të tyre. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për fiset arane, por për një lëvizje masive për shumë popull të asaj periudhe që ndodhte si rezultat i proceseve të një emigracioni mbar botëror që sapo kishte filluar. Sigurisht që të gjithë donin të gjenin një vend të bukur dhe të përshtatshëm për të jetuar, të ishte tokë pjellore dhe mbi të gjitha të kishte një pozicion strategjik për ta mbrojtur në rast rreziku. Kishte mjaft popull që kishin gjetur si fillim vendin e tyre, por pjesa tjetër ishte akoma në kërkim, ashtu siç ishin në kërkim edhe fiset arane. Si shumë popull të tjerë, edhe aranët kanë pasur shumë të zhvilluar sektorin e blegtorisë, të cilët ata e zotëronin në mënyrë të përsosur. Kjo ka qenë dhe arsyeja që ata kishin gjithmonë sukses në tregtinë që bënin. Aranët nuk i shisin mallrat e tyre me lekë në dorë, por i shkëmbenin ato me gjëra dhe mallra të tjera që ju nevojiteshin për vete si dhe për familjen e tyre. Kjo do të thoshte që përveç ushqimit që ata siguronin nëpërmjet kësaj mënyre, ata bënin dhe tregti që në shumë raste merrnin dhe udhëtime të gjata dhe shumë të vështira, jo vetëm për të shitur dhe për të bërë tregti, por ishte domosdoshme edhe për të kudotur bagtinë e tyre, në qoftë se ata donin të kishin më shumë sukses dhe prodhimtari. Por në këto udhëtime nuk mungonin edhe rastet që ata sulmoheshin nga grupe hajdutësh dhe kriminalësh që i pristin të fshehur në për ato shtigje ku e dinin që këtu do të kalonin njerëz që do të binin në grackën e tyre dhe i kishin kollaj për t'i vjedhur. Veç se aranët dinin të mbroheshin në rast rreziku, sepse megjithëse ata kishin shpesh divergjenca mes tyre dhe në shumë raste nuk kishin ndonjë mendimi, në raste të tilla ata bëheshin bashk dhe luftonin si e trupi vetëm, dhe ky ishte sekreti që ata kanë mundur t'i bënin ballë rrezikjeve të shumta që u kanoseshin gjatë gjithë historisë së tyre. Ardhja e shqiptarëve në Kaukas ka qenë thjesht rastësi, dhe sigurisht për këtë vend të madh ata kanë dëgjuar vetëm nëpërmjet atyre njerëzve që kanë bërë tregti. Jo që në fillim kur ata erdhën në Kaukas, por më vonë kur ata në një farë mënyrë filluan të pasuroheshin nga tregtia që bënin, i zgjeruan tokat e vendit që gjetën dhe ky ishte dhe hapi i parë drejt një organizimi të ri që dal nga dal ndryshoi edhe mënyrën e jetesës së dikurshme, që ishte gjithashtu dhe fillimi i një procesi të ri në zhvillimin e tyre. Nëse Kaukasi do të ishte vendi ku ata do të jetonin përgjithmonë, në atë periudhë aranët nuk mund ta dinin, por si fillim ata e gjetën vendin që dëshironin për të jetuar dhe dita ditës po ambientoheshin dhe për çudi po e ndjenin edhe veten e lumtur. Kjo ishte alternativa e popullit aran në kohët e lashta për aq sa mundësitë historike të lënë hapësirë për të studiuar. Versioni që aranët, shqiptarët i kanë rënjët dhe preardhët e tyre në Kaukas nuk është e vërtet,
sepse ata janë të ardhur aty, dhe jo vetëm ata, por të gjithë popujt e tjerë që jetojnë edhe sot aty, janë të ardhur. Mbas shekullit të tretë para erës tonë, ata e pagëzuan vendin e tyre me emrin Albania. Po kur nuk mund të thuash që ata formuan një mbretëri, ashtu si dëshirojnë ta komentojnë disa shkrimtar, të cilët e gatrojnë mbretërinë sazaniane, që në vitin 210 Albania kaukaziane njoh sundimin e perandorisë persiane, deri në mesin e shekullit të 7, ku gjysma e Kaukasit u pushtua përsëri nga legionet saracene të kalifatit arab. Lojrat e ndryshme dhe sidomos vrapimet me kuaj i bën ata shumë të famshëm, duke filluar të gëzonin edhe respektin e popujve të tjerë. Dhe megjithse nuk ishte kaq e lehtë konceptimi i kushteve dhe rrethanave që krijoheshin ndonjëherë si rezultat një popullsie kaq të madhe, aranët filluan të ndjeheshin të lumtur dhe përpiqeshin gjithmonë të krijonin jo vetëm marrëdhënie të mira shoqërore me popujt e tjerë, po edhe të bënin lidhje martesore me ata që ju përshtateshin më shumë kulturës si dhe zakoneve të tyre. Këto lidhje do të forconin akoma më shumë pozicionin e tyre dhe në ato raste që atyre do të kanosen në një rrezik, sigurisht që do të kishin edhe përkrajen dhe mbështetjen e tyre. Kështu që rrezikët që mendonin që mund të vinin nga popujt e tjerë, tashmë i kishin mënjanuar, dhe kjo ishte një bazë e rëndësishme afatgjatë sigurie për familjet e tyre. Po rrezikun më të madh, aranët e kishin brenda rrallëve të tyre. Kjo bënte që ata shpesh të kishin divergjenca dhe mos pajtim mendimesh që acaronin gjendjen e tyre emocionale, dhe kjo ishte arsyeja që ata në vend që t'i zgjidhnin problemet e tyre, i vështirësonin ato akoma më shumë. Si çdo popull tjetër në botë, edhe populli aran ndahej në 3 kategori zhvillimi. Në ato fise që donin të ndërtonin një kulturë tjetër, duke pasur si projekt bazë kulturën e vendeve orientale, por për t'i dhënë kësaj kulture në të ardhmen një formë të re. Kurse të tjerë donin të shkëputeshin sa më parë nga ky besim fetar, si dhe nga zakonet e tyre të dikurshme, për t'u lënë sa më shumë hapësirë lojrave dhe argëtimeve të ndryshme që ata organizoheshin shpeshherë. Kishte nga ata që donin vetëm të pasuroheshin, sepse mendonin që vetëm pasuria do të ndryshonte jetën e tyre dhe do t'i bënte ata akoma më të lumtur. Këto pikpamje mendimesh që shfaqeshin joral nga grupe të ndryshme arane ishin pikërisht ato që i distanconin ata nga njëri tjetri, por më pas nuk e kishin të vështirë për t'i gjetur përsëri një gjuhë të përbashkët, pavarësisht nga polemikat dhe debatet që zhvillonin. Po kush ishin aranët e Albanisë së Kaukasit në të vërtetë? Bënin pjesë ata në popujt barbar të asaj kohe? Jo, aranët nuk ishin një popull barbar dhe asnjëherë nuk kanë dashur të pasuroheshin nëpërmjet vrasjeve dhe plaçshkitjeve që mund të bënin popujve të tjerë, një lloj si shqiptarët e Gadishullit të Ballkanit. Keni dëgjuar ndonjëherë që shqiptarët janë treguar barbar dhe kanë sulmuar ndonjë shtet tjetër? Asnjëherë. Në këtë drejtim nuk ka asnjë të dhënë ose të përmendeshin ndonjëherë në historinë e tyre. Kur aranët kanë ardhur në Kaukas, kanë qenë një popull relativisht i vogël, nëse do të krahasohej me popujt e tjerë që jetonin aty, dhe kjo ishte dhe arsyeja që ata ju shmangeshin të gjitha konflikteve që mund të paraqisnin rrezikshmëri për ata dhe për të ardhmen e familjeve të tyre. Aranët ishin njerëz paqësor dhe donin jo vetëm të jetonin në harmoni me njëri tjetrin, por edhe të ndërtonin një jetë të qetë dhe të sigurt. Kjo dëshirë më në fund ju bë realitet, sepse aktualisht ata po kalonin në Kaukas ditët më të bukura që kishin kaluar ndonjëherë gjatë gjithë historisë së tyre. Por fatkeqësisht këto ditë lumtura do të mbaronin shpejt. Pasi Kaukasi u trondit nga një lajm i papritur, që do t'i konfrontonte ata me një gjendje lufte. Prisi i aranëve me emrin Arion, që pretendonte të ishte pasardhës i Jafet, djalit të Noes, dhe kjo e bënte të dëgjoj fjala më shumë,
I thiri ata në sallën e diskutimeve, megjithse ishin orët e vona të natës. Aranët kishin gjithmonë mos pajtim mendimesh mes tyre, por në rast rreziku ata bëshin bashk, por deri tani ata nuk e dinin që ishte i vërtet ky lajm që qarkullonte ndërkohë në Kaukas, apo ishte se to lajmet e rreme që parapeshin shpesh në këtë vend. Ditët që pasuan nuk sollën asnjë ndryshim dhe ishin aq të qeta sa aranët po friksoheshin, sepse kjo qetësi e madhe i gjante asaj qetësie që mbretëron shpesh për para fillimit të një shtrëngate. Dëgjuat pjesën e tretë të romanit Historia e Shqipërisë nga një kënd vështrimi tjetër, roman historik i periudhave të lashtësisë deri në ditët tona, shkruar nga Bert Rakipi, argumentator historie, Hamburg, Gjermani, 2023.